Të dashur televizionistët të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, nëse keni njeri që ju është përsi i shtëpisë, ai është renist nuk. E vëllova me humor këtë, por renisin ne e vlerësojmë dhe e duam shumë sepse është një kandidat i mirëfillt që lufton për postin e senatorit në Lansing, por është një shqiptar profesionist i mirënjohur në komunitetin shqiptar, por duhet ta njohim nga afër, sepse duke njohur atë nga afër kuptojmë se cili është shqiptari që ju do çoni në Lansing. Se nuk po çoni një shqiptar, hajde dikush e njeh apo e njeh një komunitet, po gjithë shqiptarët e njohin. E njohin për shërbimet e tij juridike, e njohin për aktivizimin e tij, tash duhet ta njohin edhe në politikë. E fillova me humor kështu. Që mirë, edhe unë po prisja mirë që s'te ky renisin është bërë si burri i namës. Mund të thosh edhe atë. S'patu dhe është bërë si shtëpisë. Me që thash është bërë si shtëpisë, ne tash kemi hapur shtëpinë e vet. Dhe jemi këtu në një mjedis i ngjitur me zyrat e renisit, ku ai zhvillon dhe fushatën e tij elektorale. Është një bar kafe familjare, si do thonë, por atë po i thosha renisit këtu, gjej atë që s'gjej në asnjë bar kafe shqiptar, gjej libra. I kemi ndarë, është vërtet. Edhe kjo më vjen mirë për këtë. Por të themi tek fushata e renis. Fushata është një angazhim i madh, aq më tepër për një profesionist që nuk është shkëputur nga profesioni vet, as nuk do të shkëputet. Absolutisht. Por ashtu sikurse kemi intervistuar dhe folur edhe herë tjetër, kërkon që t'i jap më shumë. T'i jap më shumë jo vetëm komunitetit shqiptar, pavarësisht të origjinës, t'i jap më shumë edhe komunitetit amerikan të zonës, ku në cilin ai përfaqëson, që është zona 9 apo jo? Po, distrikti numër 9. Në këtë mes, nganjëherë shpeshherë angazhimet politike përveç, domethënë, marrjes së kohës, të shkëpusin nga jeta shoqërore e familjare. Çfarë thot gruaja për këtë? Ne jemi fut me kokë saj, edhe këtë të drejtë që ngaherë këto angazhime janë angazhime totale. Kështu që unë detyrimisht kam punën time dhe profesionin tim që vazhdon pa ndërprerë, nga e hëna deri premten, 8-5 i thënë. Por nga atje pastaj shton edhe këtë angazhim të ri që është punë e dytë. Por mos thënë punë e dytë plus punë e tretë, sepse ka është angazhim edhe ky është angazhim total, është angazhim i madh. Detyrimisht është angazhim mbar familjar. Kështu që edhe nusja është me kokë, edhe ajo vishet me bluzat e fushatës, del me mua, kudo në terren, nganjëherë neve bëjmë edhe këto në çdo aktivitet që bëjmë, jemi detyruar që në farmëri të cilën që gjithë sjell nusën, sjell prindrit, miqt, fëmijët me radhë, kështu që po mbështetja ka qenë totale normalisht, sepse është e nevojshme të jesh totale. Megjithatë ne kemi parë në fotografi familjare me dy vajza binjake, të cilat ju mbështesin edhe ju në fushat, po secila ka fizionominë e vet, natyrën e vet. I kemi ndarë. Më tregon diçka, një detaj. Po unë jam avokat. Nusja është inxhinier, është profesor në Universitetin e Michigan, është si inxhinier kimike. Detyrimisht nga personaliteti dhe pse është shumë i qeshur, shumë i dashur, shumë i hedhur, se unë është gjithashtu nganjëherë edhe më fokusuar në substancë dhe në lëndë. Edhe vajzat i kemi ndarë në tjetër mënyrë. Kemi një vajzë që më ngjan mua dhe një vajzë që ngjan Randës. Çfarë ndodh është që kur dalëm për fushat, ke parasysh që kam nevojë të bëj çfarë lloj aktiviteti, se mos aktivitet ku shkojmë trokasin për 2 herë. Flasim me komunitetin, çfarë do që të jetë e nevojshme. Unë sërish pyes gocat, se mos mas drejtë. E them kush do të vi me babin. Edhe kam një vajzë atë që ngjan nusës, si thotë, jo faleminderit, jam duke marrë me mësimet e mia. Dhe ajo tjetra është e veshur, gati për aksion. Çdo që do të biles nganjëherë s'kam nevojë ta pyes fare, do thotë do dalim sot sepse jam gati. Ke parasysh. Kështu që i kemi ndarë. E ka marrë përsipër dorë trokitjen. E ka marrë përsipër dorë trokitjen. E ka marrë përsipër pastaj duan të bëjmë video. Sa herë që bëjmë video për to në aspektet e media sociale, janë absolutisht 100% të determinuara. Ata kanë të dyja, me thonë, i ka hyp krimbi edhe
jemi detyruar që tani kanë filluar të numërojnë edhe sa rreshta do thot njëra, sa rreshta do thot tjetra. E thot kjo është e drejtë, kjo nuk është e drejtë, i ke dhe më shumë rreshta kësaj sa nga Kështu që do të jemi në fillon ajo koncepti i barazis fillon ka herët, nëse që nuk e di. Do të tregon disi për jetën tuaj, për ardhmëritjen tuaj në Amerikë, për familjen, për Patjetër. Unë kam marrë dhe ri, kam marrë 17 vjeç. Kam mbaruar shkollën e mesme këtu. Mbarova shkollën e mesme në South Carolina, pastaj kam lëvizur në Michigan më herë sepse këtu kisha miq të mi personal dhe familjet e tyre. Kam filluar të vazhdova shkollën, normalisht mbarova shkollën për histori dhe për shkenca politike. Mbas shkollës lartë kam punuar në Washington DC, punova për Carl Levin, për senatorin tonë atje. Edhe u ktheva, kur vajta atje në farë më hyri dhe shkova me idenë që do shkoja dhe do rri atje, do punoja, sepse duke qenë se isha marrë me shkenca politike, kjo ishte bota ime, në këto gjëra më pëlqenin. Por mbas një farë kohe atje, që ndeta në Washington DC, kuptova, ose të paktën më krijoi ai opinioni që në mënyrë që të shkosh në Washington DC, duhet të shkoje vetëm me 2 mënyra të mundshme, që ose të ishe i zgjedhur si kongresmen ose senator, ose të ishe avokat, sepse nuk e di kush tjetër ja dilte mban një qytet të tillë. Edhe unë mora atë rrugën e avokatit. Kështu që u ktheva mbrapa, fillova shkollën juridikun, ndërkohë pastaj në gjatë asaj kohe erdhi vllai në Amerikë, erdhën prindrit, ke përse shumë mblodh një familje. Filloi rrjedhoja e jetës pastaj, në detyrimisht shumë njoha me nusen, martuam, fëmijët me radhë. Dhe tani jetojmë në Troy, jemi këtu në brenda distriktit normalisht. Jetën e kemi perfekte. Kjo është një farë mënyrë, një farë angarie që e marrim me kënaqësi, që unë e kam marrë me kënaqësi, por që është që jep kuptim, si thua, jetës tonë brenda këtij kontekstit të jetës shqiptare këtu, dhe ju keni të drejtë kur thoni që kjo nuk është thjesht përfaqësimi i shqiptarëve tanë, sepse normalisht ne kemi nevojra mëdha si komunitet, por komuniteti jonë më i gjerë ka nevojë gjithashtu për profesin. Edhe ato bisedë që po bënim pak më parë mbetet e vërtetë që është kontributi jonë si komunitet nuk është në vakum, po ndodh brenda parametrave të komunitetit amerikan mbar zonës tonë. Detyrimisht kjo është çfarë nevojshme që ne të sjellim këtu. Hapësirat që kemi si shqiptar, si shqiptar amerikan brenda kësaj zone, janë gjëra që japin vlerë komunitetit tonë, po japin vlerë gjithashtu komunitetit mbar amerikan. Një element që ka të bëjë me zgjedhjet, edhe me zgjedhjet paraprake, si në rastin tuaj brenda Partisë Demokrate, po edhe në partitë e tjera, është ajo që quhet name recognition. Si mendoni, ka një emër të mirë, name recognition? Po, patjetër. Shiko, ato janë, ajo është pyetje shumë e vëndë, Rafael, edhe është diçka që ne si shqiptar, duke që zonë njoftë komunitet më mirë se këto tjetër normalisht. Si shqiptar, neve nga një herë e kemi pjesë të bisedës tonë dhe është një nga ato pikpyetjet që kemi me veten tonë, kokën tonë gjatë gjithë kohës. Si jemi të përfaqësuar në komunitetin e gjerë amerikan, si jemi të perceptuar nga komuniteti. Përgjigjja e pyetjes tuaj kam përshtypjen është që ne shqiptar kemi vite që jemi këtu. Detyrimisht në këtë zonën tonë metropolitane, përtej këtij distrikti, përtej Troy, Rochester Hills, Sterling Heights, Utica dhe Shelby, në zonën e gjerë këtu, komuniteti është rrallë me shqiptarët. Kështu që një mbiemër si Nusha nuk është diçka e padëgjuar, përkundrazi. Mund të ketë gatresa si duash dhe kush dita thot, po e kanë një koncept që kemi të bëjmë me shqiptarë. Edhe për mendimin tim, ajo është diçka pozitive. Nëse në lidhje në aspektet e holla politike, për ca nga këto pozicione, si puna e këtij pozicioni për cilin po shkojon, po edhe shumë pozicione të tjera, deri në rangjet pak a shumë më të larta që ekzistojnë. Nuk është se ka njëri kohë të merret me politikë. Një nga angazhimi jonë si individ, si antar të komunitetit, si antar të kësaj bote, është angazhim që ka të bëjë me që fillon herët në mëngjes, ku mbledhim kalamajt, mbledhim familjen të tashë dhe fillojmë ndajemi e shkojmë në për punën, në për shkollën, në për çdo që tjetër.